Selvia Jao, ish gruaja e shpat kasapit, reagoi me një postim në Instagramin e saj. Ajo ka ndarë të gjitha detajet e dhimbshme. Ndrove jetë në krahët e mi o jetë, sa të lumtur ishim që më në fund Relit po i bëheshin dokumentat në Itali, që të mund të çonim sa më shpejt te logopedet më të mirë. Sa jemi lodhur, sa jemi stresuar dhe askush nuk e di. Sa të afërt kemi qenë sa bashkëpunues në privatësinë tonë, duke shijuar rritjen dhe zhvillimin e Roelit. Nuk pritet ta dëgjoja duke të thirrur babi, nuk pritet shpat, nxitove dhe na le këtu vetëm, pa ty. E le Roelin jetim o shpat, në kohën ku më së shumti kishte nevojë për ty, në kohën kur duart e tuaj duheshin më shumë se kurrë. Si t'ja shpjegoj Roelit që babi nuk është më? Më thoi gjithmonë se do më doje derisa vdekja të nëndante, por pse u ndave nga jeta në krahët e mi? Pse më kaput të zemrën kështu o jetë? Inshallah të komin e xhenet. Allah tu deshi pranë vetes, por unë mes depresës zgjohem nga gjumi dhe të jesh këtu për ne. Shkruaj ajo në profilin e saj në Instagram.